nesër? Po të votoj në Maqellar pasi unë jetoj në Tiranë dhe kam lindur në Tiranë, po aty ku paguaj qiran, ai pronari tha që do të bëj kontratë, se ashtu ishte me atë agjensinë që merret me këta qirat e pronat. Ti rrin Tiranë dhe paguën qiran në Maqellar? Jo, paguaj qiran në Tiranë, po e kam shtëpinë në Maqellar dhe qendrën e votimit e kam në Maqellar, domethënë. Dhe po, nuk e kam bërë në Tiranë. Pasi kemi tokat e gjyshit atje dhe atje ka ngel, domethënë si adresë ka ngel, po unë jetoj në Francë, përderisa nuk arrita që të shkruhem në Francë, domethënë për me votu nga diaspora, atëherë jam detyruar që të nisem të dielën te rruga e Arbrit. Për dy orë. Ke ndenjur në Shqipëri këto kohë vetëm për të votuar? Po, domethënë me 11 do votojmë të dielën, pas nesër. Pastaj do ikësh pra. Pastaj do kthehem në Francë, pasi atje jetoj dhe punoj dhe kështu që pret dikush atje? Këtë herë po kam prindrit dhe gjithë fisën atje, pasi me mbjemër piku atje janë Maqellar, domethënë jemi një 500. Ku? Çfarë punë bën pra? Po në Francë, po s'pari jem agent i CIA-s dhe s'diti vazhdoj doktoraturën në ekonomi, domethënë profesionin tim. Po çfarë ke mbaruar? Doktoraturën në ekonomi, ha? Po çfarë ke mbaruar bachelorin dhe masterin? Po ekonomi pra e mesmja ishte në Lezhë. Po CIA çfarë funksioni? Po operator. Operator. Po tani duhet patur parasysh. Dalin hapur ka agjentet CIA. Do të flas për CIA. Po mirë. Tani shkurtimisht. CIA, domethënë agjenturat sekrete, janë për të penguar luftën e tretë botërore. Për shembull, ne përdorim mënyra të ndryshme. Si për shembull, në qoftë se ti je beqare, prezantojmë shumë të mirë. Që e kam fjalën që të bëjmë për vete, që të t'japim mendimet tona, domethënë që të sillesh ashtu. Ka qenë pjesë e emisionit. Për shembull, afrimi me për shembull Balluku. Ajo gjithçka në jetën lumturore është shumë e kënaqur. Atëherë si japim para. Atëherë bëhen raste ndryshme kur s'ka rrugë dalje tjetër, bën eliminime fizike. Marrëdhënia e mirë që kemi gazetarët me çdo media, është pjesë e misionit tonë. Po tani duhet patur parasysh që ne kemi bërë 6 muaj stazh praktik, domethënë. Ata që kam mësuar për 6 muaj të CIA, unë mund të ti mësoj për 28 ditë. Ke rekrutuar ndonjë deri tani? Ne më shumë jemi këshilltar të presidentit se sa agent, pasi deri tani, ata agentët, një minutë, po mbaje pyetje. Se deri tani ke rekrutuar ndonjë? Po mund ka rekrutuar, se unë më tepër jam. Unë më tepër. Po unë jam për Shqipërinë, unë nuk jam për botën. Altin ne ke rekrutuar? Edhe desha të them. Tani, nëse, për shembull, ambasada amerikane në Tiranë, sjell CIA 20 vet për shembull, ata vetëm presidenti i Republikës i njeh ose mbretin në disa shtete ku mbretëri domethënë, të tjerët domethënë janë komplet anonim. Ajo është në dieni që ti je një agent para mbeke, presidentit. Për ne jo, ata s'janë dieni domethënë se unë nuk jam domethënë zyrtarisht. Po tani që bëra agent edhe do të bëhet publike, ka ndonjë rrezik për ty? Si rrezik, sa rrezik, unë nuk merrem me persona. Unë më tepër shmong domethënë problemet ekonomike që mos ndodh si Greqia, si Italia, Shqipëria, asgjë tjetër. Mos kujtosh se unë jam nga ata që punoj në Korenë e Veriut apo në Iran. Po këto e bëj miliarderë më ditës, ti e di që ne me informatikë merrem gjithë ditën me bursa, me gjëra. Po e prezantoj me një miliarder dhe se ne kemi listën e tyre, dhe kështu që e vret me një atëherë sot kush jetis, po të një. Faleminderit. Do të thoni pro dikujt apo kundra dikujt? Nuk e rrëfejt vota. Po vetë të dishëm, unë jam i majtë. Pasi pak në isera kam. Po votoni partinë që do votoni, po votoni si ju pëlqen si partia apo sepse nuk ju pëlqen kundërshtarët që ka përballë? Dëgjoj, vota është gjë e shenjtë. Duhet votosh. Pavarësisht se këtë do edhe këtë do, po duhet votosh.
Mos votimi është një, si të thosh, që shpërfillë vetën tënde në ratë parë. Kështu e qua unë, derisa jam shqiptar, do votoj për atë që më kushet mende edhe kaqe. Nëse do kisha mundësinë që për disa minuta të flisje ballë për ballë me një kandidat që ty të pëlqen, këtë do zgjidhje. Do zgjidhja që kam patur në lagje, kandidat, që na ka premtuar dhe nuk na i ka zbatuar. Çfarë do i thoje? Po të thosha, mos gënjeni. Më thuaj, Kujt partia tërëq. është kandidati? Se va, pajmë. A shku qeshtë, sa të më gjëj mua, u ta marrë veç. Po unë ja kam thënë në sy. 25 vjetë, kur kam erdhur në Tiranë, për shkarkuar robat, më ka erdhur, i këshin dalë atat elektriku, të hujit, i këshin mërë vetë të la instalimet, më thanë na jep pasaportën, bëjmë kontratë të shumë, për nuk i kemi arruar, i arruar në shatë, mendje na vinte keq edhe kishim një vajzë të vogël, 4 muaj. Me certifikatën e vajzës na i kanë bërë kontratën e hujit të dritave. 25 vjetë e kemi rrugën që kur dalëm lajmë të pucë. Ke dhe më rrërë, një vit për vit, na kanë gënjerë 25 vjetë, do të bëjmë, prapë na gënjenë, prapë do na gënjenë, unë do votoj. Për që nuk t'ja u them. Faleminderit. Në rregull? Faleminderit. Ditën e mirë. Votoni pas nesër. Unë nuk votoj se nuk jetoj këtu. Mirë më vetu, pa çfarë do të votosh? Jeni pjesë e diasporës. Po. Keni Unë votuar jetoj në nga Chicago ne? 30 vjetë. Keni votuar nga ne? Po do të voto, po s'kemi votu sepse o dëshirë, ke dëshirë, s'ke dëshirë. Dhe që se jeni këtu, edhe zartë nuk e keni marrë nga ne, po do pas nesër do Nuk kam votoni? zarë. Nuk kam Nuk zarë. keni regjistruar për të votuar Ja. nga diaspora. Jo, do të në datë pari herë, ju respektoj, jeni shumë mirë sa nuk bo vokim, po problemi këtu. Me fol mirë, s'ja vle, me fol keq, më keq. Çfarë i bëj çfarë drejtimi dhe hapim ti miletire? Tash ti më mirë se e diti këtu Po se. njerëz këtu, a keni? Jo, nuk kam jetë gjithë në Amerikë. Unë dëshirë madhe kisha me votu, unë kam përkra njerëzit, kam qenë dikur shumë simpatizant, ose jam më. Mendoni se Shqipëria mund të ndryshojë, mund të bëhet më mirë dhe ju një ditë ta mendoni rikthimin? Në qoftë se e bo brezëri, se ky brez nuk e bo. Unë nuk e di se çfarë kanalin ju, unë do të them këta. Unë jam 70 vjeç. I kam rrit kohën e vetë, edhe brezin tash, edhe e di ç'është politika si so. Por qëllimi është këtu. Ku ti besohet? Nuk i besohet pas se ka 30 vjet, 35 vjet që gënjen sot gënjen nesër. Pas e mori brezëri, i bëj thjerë gjithë brezit të i lutem. Unë jam nga Chicago. Ju lutem, ndryshoni pozicionin se është pozicion shumë i keq. Vetëm për karrikën e vetë menojnë, asë për gjë tjetër. Kështu faleminderit, jeni aq Partitë mirë. e reja mund të bëjnë ndryshime. Ujku vjetër nuk e le ujku në ri. Se haj, se ashtu ujku vjetër, për na që kaq.